A din që një shlitari Overwatchit u kthy njonin për njerëzve ma të pagum në historinë e streaming. Hajde t'i këshyrim disa fakte që e bojnë pa besueshme këtë sen. Veç vitin 2020, a i ka grumbullu ma shumë se 150 milion orë shikume në Twitch. E në 2021, a i ka fitu mesatarisht mes 500.000 dhe 700.000 dolar në muj veç për Twitchit, pas sponsora. E që kjo është kryesorja, në 2023, platforma Kick ja ka jap një kontrat prej 100 milion dolar. Një për marrëveshjeve ma të mëdha në historinë e streaming. A i ka mbi 12 milion followers në Twitch edhe 3 milion në YouTube. E veç mrena i mujit, gjatë 2024-ës, një live i ti u shiku rrëth 22 milion herë. E prej fillimit karrierës ti, a i ka kalu ma shumë se 25.000 orë live në streaming, që është e barabart me 3 vjet live stream pa nol pa pushim. XQC që shëdim është i përfshim edhe në 4 debate tjera, edhe po ashtu në podcast, ku e kam bo ato si simbol e arktimit në Twitch. E në disa të tjera, a e kam ri shifrën 400.000 shikus real time, duke kalu edhe evente zyrtare të e-sportsit. E parafërsisht fitimet e ti totale deri sot, vlerësohen mbi 55 milion dolar. Prej një gamerit kanades që ka banu me një podrom, me një figur që ka ndru industrinë e streaming. XQC ka fillu si lojtar profesional, edhe ka dëshmu që me lujt lojna mund është mu bo një njeri shumë i madh njetë. Prej rage quitit lojna e deri te miliona tash. XQC është një prej streamera më të madh në histori. E ju kallëzoni, cilat janë momente më të mira tina, edhe mos harroni me bo follower Bana FM këtë platformat, po ashtu edhe subscribe në YouTube.